Mirëmëngjesi të nderuar teleshikues të drita televizion, u kemi së bashku në emisionin What Happened Today, çfarë ka ndodhur sot. Data sot shënon 24 qershor dhe ne kemi përgatitur disa informacione në lidhje me ngjarjet më të rëndësishme që kanë ndodhur në këtë datë, ku ju ftoj që t'i ndiqni. –24 qershor. Ngjarje 1910. Japonia sulmon Koren. 1948. Fillon bllokimi i Berlinit. Bashkimi Sovjetik bllokon të gjitha rrugëlidhjet automobilistike dhe hekurudhore midis Gjermanisë Perëndimore dhe Berlinit Perëndimor. Lindje 1911. Lindi Ernesto Sabato, shkrimtar Argjentinas. 1937. Lindi Renzo Arbore, muzikant, këngëtar dhe aktor italian. 1963. Lindi Demir Reshiti, shkrimtar. 1930. Lindi Claudio Chabrol, regjisor francez. 1942. Lindi Arthur Brown, këngëtar amerikan. 1942. Lindi Arqile Gjata, poet shqiptar. 1978. Lindi Ariel Pink, muzikant amerikan. 1987. Lindi Lionel Messi, futbollist Argjentinas. 1992. Lindi David Alaba, futbollist austriak. Vdekje 1908. Vdiq Grover Cleveland, politikan dhe kryetar amerikan. 1996. Vdiq Bekir Musliu, shkrimtar. 2010. Vdiq Sadri Ahmeti, piktor, akuarelist, poet shqiptar. 2013. Vdiq Emilio Colombo, politikan italian. Ndërkohë kemi përgatitur për ju biografinë e Alfred Stock, i cili ishte një kimist që merre me studimin e kimisë inorganike. Ai ka lindur më 16 korrik në vitin 1876 në Gjermani dhe ka vdekur më 12 gusht në vitin 1946 në Dessau. Gjatë gjysmës së parë të shekullit të 20 ishte kimisti inorganik më i shuar në Gjermani. Zbulimet e tij më kryesore ishin elementet si bori, siliciumi dhe hidrakurimi. Jeta Stock lindi në Danzig dhe u arsimua në gjimnazin Friedrich Werder në Berlin. Në vitin 1894 filloi studimet për kimi në Universitetin Friedrich Wilhelm në Berlin. Pasi mbaroi disertacionin e tij për ndarjen sasjore të arsenikut dhe antimonit në veprën e Emil Fischer, ai mori gradën e doktoraturës. Në vitin 1899 ai punoi me kimistin francez Henri Mossian në Paris për një vit. Aty u dha detyra të sintonizonte komponimet ende të panjohura të borit dhe silikonit. 5 vite më vonë, ai u bë profesor në Universitetin e Breslau. Pas një helmimi të rënd në lëkur, ai u bë drejtori i departamentit të kimisë në vitin 1926. Në vitin 1932, ai ishte profesor i ftuar në Universitetin e New Yorkut për 4 muaj. Ai ishte antar i Partisë Kombëtare Socialistëve të Punëtorëve në Gjermani gjatë vitit 1933. Stock ishte antisemitik. Nga 6 shkurt i vitit 1936 deri në 7 maj të vitit 1938, Stock ishte presidenti i Shoqatës Gjermane Kimike. Bombat në luftën e dytë botërore dëmtuan shtëpinë e tij. Në shtator të vitit 1943, ai dhe gruaja e tij u transferuan në Silesia. Por fluksi i refugjatëve i detyroi ata të lëviznin përsëri drejt perëndimit. Në shkurt të vitit 1945, ata gjetën strehim në Aachen, afër Dessau. Pas luftës në vitin 1946, Stock u përpoq të rigjallëronte kiminë gjermane me leksione dhe kujtime. Ai ishte i njohur për kërkimin e tij pioner mbi hidritet e borit. Në vitin 1909, Stock filloi studimin e hibrideve të borit, përbërje kimike të hidrogjenit të borit me formulë të përgjithshme.
Për shkak të reaktivitetit të tyre ekstrem dhe ndeshshmërisë në ajër, hibridet e borit nuk mund të pastroheshin deri në zhvillimin e metodave të ndarjes duke përdorur kolektor me valum të lartë rreth vitit 1912. Ai kreu punë të ngjashme me hidritet e silikonit. Gjithashtu ai bëri kërkime të tjera rreth kimisë inorganike. Në vitin 1929, Stock përgatiti për herë të parë berilumin metalik duke elektrizuar një përzierje të shkrirë të fluoroideve të natriumit dhe berilumit. Kjo metodë e bëri berilumin të disponueshëm për përdorim industrial si për aliazhe dhe gota speciale, gjithashtu e bëri dhe për të përdorur rrezet X. Tani do të kalojmë në rubrikën edhe shëndeti. Sot kam përzgjedhur portfolio e vlerave ushqyese të trumzës. Trumza përmban mjaft vlera ushqyese, vitamina dhe minerale mjaft të rëndësishme për trupin ton. Kjo bime zetare është shumë aromatike dhe i përket familjes Limicae, ku përfshihet dhe neneciku. Vetit e trumzës, e quajtur ndryshe dhe Thymus vulgarius, është një bimë me degtë dhe me gjethe jeshile në kri, ndërsa lulja e saj ka një ngjyrë karakteristike roz në rela. A e përmban shumë lëndë ushqyese si beta-karoteni dhe vajra esencial, që kanë funksione antioksiduese. E pasur në substanca flavonoide fenolike, trumza vepron gjithashtu si një antioksidues natyral. Trumza e freskët ka nivele më të larta të antioksiduesve se çdo erës tjetër. Ajo gjithashtu është një burim i mirë i vitaminave. Është e pasur me vitaminat A, C, E, K, acid folik, gjithashtu dhe mjaft minerale të rëndësishme, siç janë kaliumi, kalciumi, hekuri, magnezi, mangani dhe seleni. Kaliumi është mjaft i rëndësishëm për shëndetin e zemrës, kalciumi për kockat, hekuri është mjaft i rëndësishëm për gjakun. Përfitimet. Fal lëndëve ushqyese, trumza ka disa përfitime për trupin ton. Në veçanti, përdoret për trajtimin e kollës së vazhdueshme dhe bronkitit, fal antioksidantëve që përmban. Dhe nëse konsumohet si bimë, trumza ndihmon në trajtimin e bronkitit, faringitit, nazofaringitit dhe sinusit. Për më tepër, ka funksion mbrojtës për fytyn dhe kordat vokale. Trumza është në gjendje të ndihmojë mëlçin në procesin e eliminimit të kolesterolit. Është dobishme në trajtimin e infeksioneve të rrugëve të frymarrjes, fal veprimit antibakterial. Si një antimikrobik është në gjendje të luftojë aknet dhe inflamacionet e lëkurës. Gjithashtu përmirëson rrahjet e zemrës, duke normalizuar në normalizimin e presionit të gjakut. Tani ju ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin shqiptar. Territori shqiptar për datën 24 qershor 2026 do të karakterizohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, me dhe dominim të kthjellimeve dhe intervale të gjata me diell në pjesën më të madhe të vendit. Në zonat malore gjatë orëve të pasdites mund të ketë vranësira të lehta kalimtare, por pa rreshje të rëndësishme. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë territorin, ndërsa në zonat të izoluara do të ketë vranësira të pakta kalimtare. Pasditja vijon me dhe mot të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 15 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 35 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 10 deri në 12 orë me diell. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5:01 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 25 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 21 deri në 35 gradë Celsius, Kukës 16 deri në 31 gradë Celsius, Peshkopi 16 deri në 30 gradë Celsius, Tiranë 20 deri në 35 gradë Celsius, Durrës 21 deri në 32 gradë Celsius, Kavaj 21 deri në 32 gradë Celsius, Elbasan 20 deri në 35 gradë Celsius, Berat 21 deri në 35 gradë Celsius, Korç 15 deri në 28 gradë Celsius,
Vlorë, 22 deri në 31 gradë Celsius. Gjirokastër, 16 deri në 30 gradë Celsius. Sarandë, 22 deri në 31 gradë Celsius. Tani u ftoj të ndiqni parashikimin e motit në territorin e Kosovës. Territori i Kosovës për datën 24 qershor 2026 do të karakterizohet nga mot kryesisht i qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Në zonat e izoluara malore gjatë pasdites mund të ketë shtim të përkohshëm të vranësirave, por pareshje domethënse, paraditja do të ketë mot kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me temperatura të larta dhe mot të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 12 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 31 gradë Celsius. Era do të fryjë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 4:51 minutë, ndërsa perëndimi rreth orës 20:24 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë: Mitrovica, 13 deri në 30 gradë Celsius. Podujev, 12 deri në 29 gradë Celsius. Skënderaj, 13 deri në 30 gradë Celsius. Pej, 13 deri në 30 gradë Celsius. Prishtinë, 13 deri në 31 gradë Celsius. Gjakov, 14 deri në 31 gradë Celsius. Malishev, 14 deri në 31 gradë Celsius. Gjilan, 13 deri në 30 gradë Celsius. Ferizaj, 13 deri në 30 gradë Celsius. Kaçanik, 12 deri në 29 gradë Celsius. Suharek, 14 deri në 31 gradë Celsius. Prizren, 14 deri në 31 gradë Celsius.